Qeveria është duke hartuar një strategji se si të eksportojë sasi më të mëdha produktesh bujqësore drejt tregjeve tradicionale, por edhe drejt tregjeve të reja. Në fokus, sipas autoriteteve, do të jetë eksporti i produkteve të përpunuara bujqësore. Tani për tani më së shumti eksportohet duhani, vera dhe produktet e freskëta bujqësore, por qëllimi është që të kemi vlerë shtesë, pra përmes përpunimit të arrijmë efekt më të madh në bujqësi. Pikërisht atje jemi të orientuar. Goran Adamqevski nga Agbis shprehet se që të kënaqen tregje të mëdha si Rusia, Kanadaja dhe vendet e Europës së Mesme, duhet një bashkëpunim më i mirë mes bujqësve dhe përpunuesve të prodhimeve bujqësore. Rreth sasive, planifikuesit e sektorit të marketingut duhet të punojnë për lidhjen e përbashkët horizontale, në mënyrë që disa kompani të furnizojnë një supermarket ose zinxhir supermarketesh, ose disa eksportues frutash të ofrojnë portofol që të përgjigjen në mënyrë konkurrente kërkesave nga jashtë. Në këtë fushë duhet punuar shumë. Ministri Valon Saraqini porositi bujqit që të orientohen edhe drejt tregjeve të reja e jo të eksportojnë vetëm në tregje tradicionale. Qëllimi i ngjarjes së sotme është që në mënyrë sa më të lehtë të promovohen strategjitë edhe të Ministrisë së Ekonomisë edhe të Agjencionit për Investime të Huaja, mirëpo edhe në përgjithësi strategjia për promovim të eksportit, me qëllim që të kemi një lëvizje më të mirë në sferën e eksportit, apo të kemi një plasman më të fuqishëm të produkteve tona në tregun europian. Sipas Agbis, parcelat e vogla bujqësore, lidhshmëria e dobët mes kapaciteteve përpunuese dhe bujqësve, si dhe farat që nuk japin rendiment të lartë dhe cilësor, janë probleme të tjera shtesë që duhet të zgjidhen gjithashtu përmes strategjisë së re. Në vitin 2006, eksporti i produkteve bujqësore shënoi shifrat e 242 milion euro. Vitin e kaluar në arkën shtetërore u derdhën më shumë se gjysmë miliardi euro.